Mesazhi i labinotit dua ta them qartë dhe pa e zgjatur me emocione të kota. Problemi më i madh që kemi sot nuk është mungesa e mendimit, por teprica e debatit pa qëllim. Debati për debat, fjala për fjalë, zhurma për zhurmë. Kjo është ajo që i mban disa njerëz gjallë në skenë, jo vlera, jo kontributi, por vëmendja që u japim ne. Duhet ta kuptoni një gjë shumë të rëndësishme. Çdo njeri ka biasin e vet secili e sheh botën nga këndi i tij, nga interesat e tij, nga frikërat, nga egoja. Dhe pikërisht për këtë arsye, jo çdo debat ja vlen të bëhet. Jo çdo mendim meriton përgjigje. Jo çdo provokim meriton reagim, kur debatoni shumë me njëri tjetrin. Kur hyni në replika të pafundme, ju po bëni pikërisht atë që pala tjetër dëshiron, po i jepni vëmendje. Dhe vëmendja është monedha më e fortë sot. Ka banor, figura, njerëz që jetojnë vetëm nga kjo. Nuk kanë ide, nuk kanë thelb, por din shumë mirë si t'ju tërheqin në debat, si t'ju fusin në kurth emocional. Mos harroni, ai që flet më shumë nuk ka gjithmonë të drejtë, dhe ai që provokon nuk është gjithmonë i fortë. Shpesh është thjesht i zbrazët, duhet të vendosni limit. Limit në fjalë, limit në reagim, limit në kohë. Jo çdo gjë meriton 30 minuta diskutim, jo çdo gjë meriton një status, një video, një kundërpërgjigje. Sepse në fund, ju lodheni, ndërsa ata fitojnë, ka një moment kur heshtja është përgjigjja më e fortë. Jo sepse nuk keni çfarë të thoni, por sepse e dini që fjala juaj vlen më shumë se të shpërdorohet në debat pafund. Inteligjenca nuk është të fitosh çdo debat, por të dish cilin debat ta shmangësh. Shumë njerëz ngatërojnë guximin me zhurmën. Mendojnë se nëse flasin fort, nëse kundërshtojnë gjithçka, janë të fortë. Jo. Forca e vërtet është kontrolli. Është të dish kur të ndalesh. Është të mos lejosh që dikush tjetër ta drejtojë energjinë tënde, dhe po, do ketë gjithmonë njerëz që do përpiqen t'ju përdorin. Do përpiqen t'ju fusin në krahasime, në konflikte, në debate të kota. Sepse ata ushqehen nga kjo. Sa më shumë ti përmendni, sa më shumë ti debatoni, aq më të rëndësishëm duken. Prandaj po ju them, mos debatoni shumë me njëri tjetrin, jo sepse nuk keni mendim, por sepse mendimi juaj ka peshë, jo sepse keni frikë, por sepse keni vetë kontroll. Fokusohuni te puna juaj, te qëndrimi juaj, te ajo që përfaqësoni. Lëreni zhurmën për ata që nuk kanë asgjë tjetër për të ofruar. Sepse në fund të ditës, ajo që mbetet nuk është kush bërtiti më shumë, por kush qëndroi i drejtë dhe nuk u përdor nga të tjerët. Përballja që nuk mund të shmangej, ka momente kur një veprim i vetëm mjafton për të thyer të gjitha heshtjet e mbledhura me muaj. Puthja e limin me Dolcen nuk ishte thjesht një shprehje ndjenje. Ishte një akt publik, një zgjedhje e bërë pa kthyer kokën pas, pa menduar se kush po shikonte dhe çfarë po shembej në atë çast. Dhe Alba e pa gjithçka, ajo nuk reagoi menjëherë. Qëndroi në vend me trupin që i ngurtësoi dhe me mendjen që i mbushej me një zhurmë të çuditshme, si një alarm i brendshëm që kishte kohë që priste të ndiste. Nuk ishte vetëm xhelozi. Ishte ndjenja e fshirjes, e zëvendësimit, e poshtërimit të heshtur. Limi u largua nga Dolce me një buzëqeshje të lehtë, ende e zhytur në emocionin e momentit. Nuk e pa Albën menjëherë. Dhe pikërisht kjo e bëri gjithçka më të rëndë. Sepse për Albën, ajo mosvëmendje ishte edhe më fyese se vetë puthja. Limi, tha Alba më në fund, me një zë të ulët, por të prerë. Zëri i saj nuk ishte i dridhur. Ishte i ftohtë. Dhe kjo e bëri Limin të ndalonte, ajo u kthye. Sytë e saj u takuan me ata të Albës. Për një moment, Limi e kuptoi. Kuptoi që ajo puthje nuk kishte mbaruar aty. Kishte pasoja. Dhe ato pasoja po qëndronin përballë saj. Çfarë është? Pyeti Limi, duke u përpjekur të ruante qetësinë. Alba bëri disa hapa drejt saj. Nuk ishte agresive në lëvizje, por kishte një vendosmëri që nuk linte hapësirë për shmangje. Çfarë është? E përsëriti Alba me një buzëqeshje të hidhur. E pyet vërtet këtë? Heshtje. Dolce ishte ende aty pranë, por Alba as nuk e pa. Për të, ai ishte tashmë një figurë dytësore. Kjo përplasje nuk ishte për të. Ishte për Limin. Për tradhtin që nuk ishte thënë kur me fjalë, por ishte ndjerë gjithmonë. Mund ta kishe bërë ndryshe, vazhdoi Alba. Jo para meje. Jo sikur të mos ekzistoja fare. Limi u mbrojt instinktivisht. Nuk të kam borxh shpjegime për ndjenjat e mia, fjalët ranë rënë. Sepse ishin të vërteta. Dhe e vërteta, kur thuhet pa ndjeshmëri,
Bëhet armë, jo, tha Alba, duke tundur kokën ngadalë. Nuk më ke borxh ndjenjat, por më ke borxh respektin, zëri i saj u ngrit pak. Jo në ritëm, por në intensitet. Tashmë të tjerët kishin filluar të vërenin tensionin, ti e dije, Limi. E dije çfarë ndjeja. E dije sa e dobët kam qenë. Dhe prapë zgjodhe ta bëje kështu, Limi shtrëngoi nofullën. Në sytë e saj u shfaq një nervozizëm që nuk ishte parë më parë, nuk mund të jetoj duke u frenuar nga frika se kush do të lëndohet. Nuk jam përgjegjëse për mënyrën si ti e përjeton, aty ishte përplasja e vërtetë. Dy mënyra të ndryshme të parit botën. Alba, që besonte se lidhjet njerëzore kërkojnë kujdes. Limi, që besonte se ndjenjat nuk kërkojnë leje, jo, ju përgjigj Alba ashpër. Por je përgjegjëse për mënyrën si vepron. Dhe ti veprove pa asnjë konsiderat, dolce u përpoq të ndërhynte, Alba, nuk ishte qëllimi, mos fol, e ndërpreu ajo, pa e kthyer kokën. Ky diskutim nuk është me ty, kjo fjali e la Dolcen pa fjalë. Për herë të parë, Alba nuk e pa si rival. E pa si dikë që ishte përdorur si mjet në një lojë emocionesh që nuk e kishte zgjedhur plotësisht. Alba u kthye sërish nga Limi, ti nuk je armiku im, tha ajo më qetë, por me një thellësi që dhemte. Por mënyra si më fshive sot. Ajo nuk do të harrohet. Limi heshti. Sepse për herë të parë nuk kishte përgjigje të shpejtë. Fjalët e Albës kishin goditur aty ku nuk mbrohet dot askush, ndërgjegjen, nuk kam kërkuar të fshi, tha më në fund Limi. Por nuk do të kërkoj falje për atë që ndjej, nuk po të kërkoj falje, u përgjigj Alba. Po të kërkoj ta pranosh që më lëndove, sytë e tyre u kryqëzuan për disa sekonda që dukeshin si minuta. Në atë vështrim kishte gjithçka, misi të vjetra, xhelozi të pathëna, respekt të humbur dhe një ndarje emocionale që tashmë ishte e pashmangshme. Ndoshta kjo është fundi i diçkaje, tha Limi me zë të ulët, Alba buzëqeshi lehtë. Por sytë i mbetën të trishtuar, jo, tha ajo. Është fillimi i asaj që nuk do të toleroj më, dhe me këtë, Alba u largua. Jo e thyer. Jo viktim. Por e ndryshuar, puthja kishte ndezur konfliktin. Por përplasja me Limin kishte ndezur vetdijen. Dhe kjo ishte shumë më e rrezikshme se çdo xhelozi. Zarfi i zi i mendjes, ka momente kur njeriu nuk humb durimin. Humb busullën. Nuk bërtet, nuk vrapon, nuk sulmon. Thjesht diçka këputet në mendje dhe gjithçka që ka qenë më parë, logjika, vetkontrolli, turpi, bie si një perde e vjetër. Për Albën, ai moment erdhi pa paralajmërim, por nuk ishte i rastësishëm. Ishte ndërtuar ngadalë, ditë pas dite, me heshtje, me përtypje dhimbjeje, me fjalë të pathëna që ishin bërë barë, kur pa Dolcen dhe Limin duke u puthur, nuk ishte thjesht një skenë dashurie. Ishte një shpallje lufte për mendjen e saj. Jo sepse ata po putheshin, por sepse po e bënin sikur ajo të mos ekzistonte. Sikur gjithë prania e saj, gjithë durimi, gjithë pritja, të ishin një gabim që tani fshihej me një gjest të vetëm. Në atë sekond, Alba nuk ndjeu xhelozi klasike. Xhelozia ka dhimbje, por ka edhe shpresë. Ajo që ndjeu Alba ishte zbrazëtie e përzier me zjarr. Një ndjesi që të heq tokën nën këmbë dhe ta mbush kokën me zhurmë, do jua tregoj unë qefin, mendoj, jo si plan. Jo si premtim i qartë. Por si një fjalë instinktive e dal nga një vend ku nuk ka më filtër, truri i saj filloi të punojë ndryshe. Nuk analizonte më pasojat. Nuk pyeste më veten nëse kishte të drejtë apo jo. Mendja e saj hyri në një fazë mbrojtjeje të verbër, nëse nuk më shihni si njeri, do më shihni si kërcënim. Dhe aty lindi metafora e zarfit të zi, do dal me zarf të zi, përshpëriti ajo në mendje, zarfi i zi nuk ishte vdekje reale. Ishte simbol. Ishte mesazhi që vjen kur diçka ka marrë fund. Ishte paralajmërimi i fundit. Alba nuk po mendonte për shkatërim fizik. Po mendonte për shkatërim iluzionesh. Për prishje qetësie. Për nxjerrje në dritë të asaj që të tjerët e merrnin si të mirëqen, sepse Alba nuk donte t'i lëndonte. Donte t'i trondiste, pamja e puthjes vazhdonte të luajë në mendjen e saj si një film që nuk ndalet. Buzët e tyre. Afërsia. Qetësia e tyre. Dhe ajo, jashtë kornizës, e padukshme, do ta shohin çfarë do ju bëj, mendonte ajo. Por ajo çfarë nuk kishte ende formë. Ishte ndjenjë e pastër. Ishte revolt.
Ishte një mendje që kërkonte të rikthente kontrollin, edhe nëse kjo do të thoshte të dukej e errët, e ashpër, e pakëndshme. Alba u largua nga skena pa zhurmë. Kjo ishte gjëja më e frikshme. Sepse njerëzit që largohen duke bërtitur i kupton. Ata që largohen në heshtje, jo, në vetmi, mendja e saj u bë më e zëshme. Çdo mendim ishte i mbredh. Çdo kujtim merrte ngjyrë të re. Ajo filloi të rishkruante historinë në kokën e saj, jo për ta shtrembëruar, por për ta parë pa iluzione. A kishte dhënë më shumë se sa kishte marrë? Po, a kishte heshtur kur duhej të fliste? Po. A e kishin marrë qetësinë e saj si dobësi? Absolutisht, dhe kjo ishte pika ku Alba nuk donte të ishte më e mirëkuptueshme. Nuk donte të ishte ajo që kupton gjithmonë. Donte të ishte ajo që nuk injorohet dot. Zarfi i zi në mendjen e saj u bë simbol i transformimin. Jo fundi i të tjerëve, por fundi i versionit të saj të vjetër. Ai zarf nuk mbante lajm për vdekje, por për ndryshim. Për ndarje. Për prerje të ftohtë emocionale, do ta shohin, mendonte ajo sërish, sepse ndonjëherë ajo që trem më shumë nuk është ajo që bën, por ajo që je i gatshëm të bëhesh kur të shtyjnë shumë larg. Alba e dinte se pas asaj dite, asgjë nuk do të ishte njësoj. As për të, as për ta. Sepse kur mendja kalon atë kufi të padukshëm, nuk kthehet më plotësisht mbrapsht. Ajo nuk ishte më vajza që priste shpjegime. Ishte dikush që kishte vendosur të mos kërkonte më leje për të ekzistuar emocionalisht. Dolce dhe Limi mund të mendonin se gjithçka kishte mbaruar me një puthje. Por për Albën, ajo puthje ishte vetëm fillimi i një kapitulli ku ajo nuk do të ishte më figurë dytësore. Zarfi i zi nuk u dërgua kur fizikisht, por u dërgua në mënyrën si ajo ndryshoi shikimin, fjalët, distancën. Dhe ndonjëherë, kjo është forma më e fortë e paralajmërimit, sepse kur dikush thotë do ta shohësh çfarë do të bëj dhe nuk e shpjegon. Ajo që vjen më pas nuk është shpërthim. Është transformim, dhe transformimet janë gjithmonë të frikshme për ata që të kanë njohur vetëm të heshtur.